ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Allahu Subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart, në suratul Buruj, në gjyzin e fundit të Kur'anit, thot Allahu Subhanahu wa ta'ala wa shahidin wa mashhud. Allahu po betohet, po thot wa shahidin wa mashhud, betohet Allahu Subhanahu wa ta'ala betohet Allahu Subhanahu wa ta'ala në atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet. Pak e komplikume në gjuhën shqipe për me kuptu ma qartë. Në arabisht të unë shumë e qartë është. Wa shahid wa mashhud. Shahid do të thotë, të nderuar vëllezër, Allahu po betohet në atë që dëshmon. Komentatorët e tefsirit kanë thënë, Allahu po betohet në atë që dëshmon, ka thënë ajo është dita e Arafatit. Ajo tokë do të dëshmon për ata këmbët që kanë shkel atje, të pluhnosur, të lodhun, haxhilerët. Allahu po betohet në atë që dëshmon, sepse Allahut i takon mu betu kështot. Në atë që dëshmon, ajo është dita e Arafatit që ka qenë dita e 9 e Dhulhijhes, dje. Kurse wa mashhud, dhe atë që dëshmohet, ajo është dita e Xumah. Ajo që dëshmohet, kjo ditë, dita e Xumah, dëshmon për neve. Kjo ditë dëshmohet, kush ka prezentu, kush s'ka prezentu, ditë e madhe, dhe mu për këtë ditë, për ditë Xumoje, Allahu Subhanahu wa ta'ala një ajet, faktikisht një sure komplet e ka zbrit në Kur'an. Ja ju alladhina amanu idha nudiya lis-salah. O ju të cilët keni besu, kur bëhet dita e Xumos, fes'au, vraponi, nxitni, shkoni falni namazin e Xumos. Dëgjoni hutbën, pastaj fantashru fil ard, përhapuni në fytyrë tokës. E sot, alhamdulillah, Allahu i ka bashku dy festa. Alhamdulillah, Allahu ka dash kështot. Festa e Kurban Bayramit, edhe festa tjetër e javës, festa e Xumos. Pse të nderuar vëllezër, pas ka bashku Allahu Subhanahu wa ta'ala këto dy ditë? Zoti ka dash kështot me qenë dita e Kurban Bayramit në ditën e Xumah. Kishte me mujt me qenë edhe një ditë tjetër, por Allahu Subhanahu wa ta'ala ka vendosur kështu. Pse? Për me na shpërbly. Për me na dhon sevapin e plot. Përveç shpërblimit, Allahu Subhanahu wa ta'ala po don me na fal mëkatet edhe gjunahet. Me na fal mëkatet, gjunahet tek therrja e kurbanit. Dhe me na fal mëkatet, gjunahet tek prezantimi i namazit Xumah. Shumë shpërblime edhe shumë falje të mëkateve dhe gjunaheve nga ana Allahu te baraka wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër ka thënë: "Khairu yawm tala'at fihi ash-shamsu yawmul jumu'ah." Ditë më e mirë në të cilën lind dielli, ka thënë dita e Xumos. Është dita e
gjumos, ditë më e mirë në të cilën lind dielli, çka ditë sabale, sabah herët po lind dielli, është dita e gjumos. Fihi khuliqa Adem, në ditën e gjumo, Allah subhanahu wa ta'ala e ka kriju Ademin. Wa fihi udkhila al-jannah, në ditën e gjumo, Allah subhanahu wa ta'ala e ka fut në xhennet. Wa fihi ukhrija minha, dhe në ditën e gjumo, Allah e ka nxjerr prej xhennetit Ademin alayhis salam. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, wala taqumu as-sa'a illa fi yawm al-jum'a, dhe nuk do të bëhet kiameti. Dhe nuk do të shprishet toka dhe qiet, nuk do të bëhet kiameti vetëm se në ditën e gjumo. Vetëm se në ditën e gjumo. Të ndëruar vëllezër, xhamatllin, të ndëruar besimtar, sot kuptuam se dita e Kurban Bayramit është ditë më e mirë e vitit. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart, në surën Al-Fajr, surja e sabahut. Edhe kjo sure gjendet në gjysmën e fundit Kur'anit, suratul Fajr, ku Allahu fillimisht në këtë sure po betohet. Allahu kur betohet në diçka, duhet më dhënë rëndësi. Çasaj në atë çfarë Allahu po betohet. Wal fajr, pasha sabahun. Wa layalin ashr, po betohet në 10 ditët e Dhulhijjes. Dje ka qenë dita e 9, dita e Arafatit. Sot dita e 10, të nderuar vëllezër. Allahu po vazhdon përsëri më u betu. Përsëri po vazhdon më u betu për këto 2 ditë. Për ditën e Arafatit edhe për ditën e Kurban Bayramit. Po thot wa shaf'i wal watr, pasha çiftin dhe tekun. Komentatorët islam kanë thënë çifti shaf' është dita e Kurban Bayramit. Sot. Kurse teku është dita e Arafatit, dita e Arifës, ku sikur që treguam edhe dini vetë edhe jeni dëshmitar vetë, haxhilerët dje mbi kodrën e Arafatit kanë qëndru, kanë kërku faljen nga Allahu subhanahu wa taala dhe e kanë kërkuar xhennetin. Kurse nuk e kanë agjëru, nuk është e preferuar ata me agjëru, haxhilerët me agjëru ditën e Arafatit. Sepse me qenë më të fortë në ibadet dhe në adhurim, kurse muslimanët tjerë të cilët nuk kanë qenë pjesëtar në ato vende të shenjta, prej sunetit ka qenë me agjëru ditën e Arafatit, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, shpresoj te Allahu azza wa jall se me agjërimin e ditës së Arafatit Allahu i fal gjunat e 2 viteve. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na ketë fal gjunat e 2 viteve ya rabbel alamin. Gjunat e vogla jo kuptohet. Kurse gjunat e mëdha, për gjunave të mëdha duhet pendohemi. Për gjunave të mëdha duhet pendohemi sinqerisht para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamu inda Allahi yawmun nahri wa yawmul qarri. Dita më e mirë të Allahu subhanahu wa taala, dita më e dashur të Allahu subhanahu wa taala, dita më e mirë e vitit tek Allahu subhanahu wa taala, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është dita e Kurban Bayramit. Kjo ditë që u bashkuan 2 festa, ku u fal edhe namazi Kurban Bayramit, edhe sot jemi në mimber, në hutbe, ku pas hutbes do e falim edhe namazin e xumos. Alhamdulillah, Allahu po betohet. Po betohet. Faktikisht pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, ditë më e mirë dhe më e dashur te Allahu azza wa jall është dita e Kurban Bayramit, prej mirësive dhe prej të mirave që ka kjo ditë të ndëruar vëllezër. Nuk është Bayram i vogël. Kjo është Bayram i madh. Sikur që thot populli, domethënë
thuajnë se e klasifikojnë, thonë Bajrami i madh e kanë për qëllim Bajramin e madh e kanë për qëllim, domethënë fitër Bajramin, kurse për Bajramin e vogël e kanë për qëllim kur bajnë Bajramin. Në realitet neve I kemi dy festa të mëdha. Bajrami i madh edhe Bajrami I madh. Bajrami I madh është fitër Bajrami që ka lidhje me agjërim. Kurse Kurbani ka lidhje me çka? Me haxh, me haxhillokun. Tha pejgamberi alayhis salam, dita më e dashur dhe më e mirë te Allahu azza wa jalla është dita e Kurban Bajramit, kjo ditë. Pastaj tha edhe 3 ditë tjera pas Kurban Bajramit. Cilat janë ato 3 ditë tjera? Ejamut tashriq. Haxhilerët që kanë qenë atje, e din shumë mirë që I kemi këtu në xhami. Ejamut tashriq janë 3 ditët ku haxhilerët stacionohen në vendin e quajtur Mina. Në vendin, jo ku ka mina aty me shkel. Disa mendojnë mina atje, kalon aty edhe shkove. Mina do të thot ku haxhilerët pushojnë. Se shpesh dikuna, se kom pas edhe një pyetje njerë hoxh, mina, e qysh haxhilerët shkojnë mina, do më thënë aty ka mina, dikush ka mendu mina, Pacova mina. E qysh aty ka mina, dikush ka mendu mina, janë nërtok ato minat që do më thënë eksplodojnë. Jo bre, mina do të thot vend stacionimi ku pushojnë haxhilerët e tyre në atë kohë, në atë zaman, do më thot I kanë therr kurbanet e tyre aty, pastaj 3 ditë kanë qëndru, kanë bë dhikr, kanë madhru Allahun subhanahu wa taala dhe I kanë gjujt ato guralecat. Sot o gjujt shejtani I madh. Nesër, e mas qete nesër, gjuhan 3 shejtanat. I vogli, I mesmi dhe I madhi, në ato 3 vende do më thon ku ka është munu shejtani me mashtrua Ibrahimin a.s. që mos ta flijoj djalin e vet kurban, të në 3 vende pastaj neve, na kam bet tradit me gjujt do më thënë shejtanit me guralecat vogla që na kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do më thënë mina, do më thënë dita ma e mirë është dita e Kurban Bajramit, pastaj edhe 3 ditët ku haxhilerët stacionon në vendin e quajtur Mina, aty ku pushojnë, edhe vazhdojnë me ato guralecat e tyre deri në ditën e hon. Pastaj lirohen, e bëjnë tawaful ifadha, tawafin e haxhit, edhe tawafin do më thënë e bëjnë faktikisht edhe sa'in, do më thënë Safa edhe Merve, edhe kështu e përfundojnë haxhin e tyre, e Allahu ja u pranoft haxhilerëve haxhin ja Rabbel Alamin, edhe neve kusht nuk ka shku me krye këtë obligim, Allahu ja mundsof me shku me krye ja Allah. Thot Allahu subhanahu wa taala të nderuar vëllezër, "Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat." Përmendni Allahun në ditët e caktuara. Përmendni Allahun në ditët e caktuara. Komentatorët islam kanë thonë, ditët e caktuara janë ditët e Minës, ditët e haxhilerëve ku stacionohen, do më thonë 3 ditë pas ditës së Kurban Bajramit, ku rinë aty, flejnë aty në ato vende, edhe madhrojnë Allahun subhanahu wa taala, falin namazin, bëjnë dhikr, edhe lart madhrojnë Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu, saqë transmetohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë transmetohet pejgamberi alaihi wasallam në haxhin e tij, lamtumirës, se një haxh e ka kryer pejgamberi alaihi wasallam në vendin e quajtur Mina, domethënë pas ditës së Kurban Bajramit, shkonte Rasulullahu dhe I vizitonte haxhilerët. Haxhilerët që ishin stacionuar në vendin Mina. Edhe ju thoshte atyre, mos agjëroni këto 3 ditë, mos I agjëroni. Mos I agjëroni këto 3 ditë, se ka pas prej sahabëve që kanë agjërua në ditët e ejamut të shriqit. Do më thënë, në këto 3 ditë pas së Kurban Bajramit, do më thënë, për me madhnu atë vend, për me hy sevap të menu që është mirë me agjëru, edhe jënë stopu prej hajës edhe prej pijes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la tasumu hadhihi al-ayam, mos I agjëroni këto 3 ditët pas Kurban Bajramit. Ka thonë, sepse këto janë 3 ditët e festës së Kurban Bajramit, ditët e hajës edhe pijes. Ejamu eklin wa shurbin, ditët e hajës edhe pijes. Ju kanë ndalu agjërimi, ka thonë, hani dhe pini gëzoni,
përmendni Allahun subhanahu wa taala, bëni dhikr, po mos agjeroni. Mos agjeroni, sepse nuk është koha për të agjeruar. Koha është për me qenë më të fortë ju në adhurim, në dhikr, edhe me hongër, me ngrën prej kurbaneve të juaja. Do më thënë, në atë kohë, kurbanet i kanë pre në vendin e quajtur Mina. Aty që ato kurbanet që i kanë pre, 3 ditë, çka kanë pas me hongër? Do më thënë, e kanë hongër mishin e kurbaneve të cilët i kanë afru tek Allahu, për Allahun Jalla Shanu wa Jalla Jalaluhu. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. ثم يستغفر الله يغفر لكم ذنوبكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.